Gjendemi para Institutit për Mjekësi Ligjore, këtu në kuadër të qendrës klinike Nën Tereza, ku po bëhet autopsia dhe identifikimi dhe vërtetimi i shkaqeve që ka sjellur deri te vdekja e 59 personave, të cilët dje tragjikisht humbën jetën nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Deri tani, sipas asaj që njoftoi ministri Toshkovski, është kryer autopsia për 15 persona, ndërsa edhe për të tjerët për momentin brenda janë prindërit e fëmijëve të cilët kanë humbur jetën, ndërsa të gjithë me ankth po presin rezultatet e për të gjetur fëmijët e tyre. Disa prej tyre i kanë gjetur, i kanë parë, por vetëm përmes ndoshta mund të shihet edhe në pamje, ne pam disa nga prindërit, por nuk deshën, nuk mundeshin, nuk kishin fuqi që të flasin para kamerave për të na treguar se çfarë i ka njoftuar brenda nga institucioni shëndetësor, por na njoftuan se fëmijët e tyre i kanë parë vetëm përmes fotografisë, të cilës siç na njoftuan kishin pasur disa djegje në fytyrë. Bëhet fjalë për familjen e fjalë është nga grupi DNK, pra është një prej pjesëtarëve të bendit, si dhe fotografi. Kjo është ajo nga që mund të ndaj për momentin deri në këto momente, pra për sa i përket autopsisë ligjore për identifikimin e shkaqeve, ndërsa nga kjo qendër njoftojnë se po punohet në mënyrë intenzive dhe pa ndërprerje që sa më shpejt këta prindër të marrin fëmijët e tyre dhe që në mënyrë sa më të shpejtë dhe të rregullt të kryen pra varimin e tyre. Po momentin nuk kam se çfarë të shtojera, kjo është e gjitha nga mjekësia ligjore. Do të presim edhe gjatë ditës derisa të rritet numri i trupave të identifikuar dhe vërtetimin e shkaqeve nga e cila kanë dëruar jetë, sepse jo të gjithë janë djegur, pra që të ketë të qartë opinioni. Shumica prej tyre edhe kanë dëruar jetë nga tymi i dendur që është shpërndar në objekt, siç njoftoi dje ministri Toshkovski, që nga dita e djeshme janë identifikuar 35 viktima, ndërsa për të tjerat do të presim gjatë ditës së sotme nëse kemi informacione të reja.